Një tjetër rast i ushtrimit të prostitucionit është goditur nga policia e shtetit në qytetin e Durrësit si rezultat i kontrolleve dhe hetimeve të zhvilluar për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive të palishme. Gjatë këtij operacioni policor, në pranga kanë rënë 2 shtetace kolumbiane, ndërsa 6 persona të tjerë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë. Sipas burimeve zyrtare nga policia, 2 vajza, përkatësisht të moshave 23 dhe 25 vjeçe, ushtronin prostitucionin në një apartament të marrë me qira në zonën e njohur të Volgës, një nga zonat më të frekuentuara të qytetit bregdetar. 2 shtetaset e huaja kishin siguruar banesën me qira dhe i kishin shndërruar atë në ambient për zhvillimin e kësaj veprimtarie të kundërlidhshme. Gjatë operacionit, uniformat blu kanë kryer kontrolle në apartamente në fjalë, ku kanë konstatuar prova që lidhen me ushtrimin e prostitucionit. Po ashtu janë proceduar penalisht në gjendje të lirë dhe 6 shtetas shqiptar banues në Durrës, Shijak dhe Kavaj, të cilët dyshohet se kishin klientel ose të përfshirë në këtë aktivitet të palishëm për veprën penale prostitucioni. Në cilësinë e provës materiale, policia ka sekuestruar 2 pasaporta, shuma parash në euro dhe lek, si dhe 10 formular dërgesash monetare. Sipas hetimeve paraprake, këto dërgesa kapnin vlerën totale prej 15.093 euro, të cilat ishin transferuar drejt Kolumbisë brenda një periudhe 20 ditore, çka forcon dyshimet për përfshirje në një aktivitet të organizuar dhe me përfitime financiare të konsiderueshme. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Durrës për vijimin e hetimeve dhe kryerjen e veprimeve të mëtejshme ligjore. Policia bën me dije se kontrollet dhe operacionet kundër veprimtarive të palishme do të vijojnë edhe në ditët në vijim.